Ajo dëgjoi zhurmën e makinës që po zhdukej. Dhe e kuptoi se e kishin lënë pas. Zhurma e gomave u bë gjithnjë e më larg. Pastaj, heshtje. Vetëm era që fishkëllen në anë të rrugës. Lara, 8 vjeçe dhe e paftë për të parë asgjë në botë, qëndronte aty duke mos ditur se ku të shkonte. Me një kukull lecke të shtrënguar në gjoks dhe zemrën që i dridhej si një shkop i gjelbër, ajo thiri butësisht, "Mami? Babi?" Por askush nuk u përgjigj. Askush. Rruga e zbrazët, toka e nxehtë që i dhemte këmbët e zbathura dhe frika që rritej si një përbindësh brenda saj. Vetëm. I braktisur. Ajo u përpoq të bënte një hap, por u pengua në guximin e saj. Fustani i thjesht, i ndotur nga pluhuri, valvitej në erë. Aroma e shiut vinte nga larg. Atëherë ndodhi. Një tingull i çuditshëm. Hapa të rënd, si zhurma të shurdhër në dy sheme. Dhe para se të mund të bërtiste, diçka e ngrohtë ja preku lehtë dorën e vogël e të djersitur. Lara u tërhoq prapa e frikësuar. Çfarë ishte ajo? Por prekja u kthye, e fortë, e ngrohtë, e butë. Ngadalë, ajo i zgjati gishtat që i dridheshin. Dhe ai e ndjeu atë. Ishte një surrath. I madh, i ashpër, duke marrë frym ngadalë. Një kalë. Kafsha ndaloi pranë saj, e qetë, sikur ta dinte se ajo kishte nevojë për të. Sikur ta kishin dërguar atje vetëm për këtë. Lara mbeti pa fjalë. Nuk mund ta shija, por ndjeva ngrohtësinë e saj. Forca e mirë që vinte nga ai trup i madh. Gishtat e saj të vegjël eksploruan krifën e çrregull. Një lidhje e padukshme lindi në atë çast. "Ti edhe ti je i humbur, apo jo?" Pëshpëriti ajo. Kali hundëroi lehtë, pothuajse si përgjigje. Dhe me një lëvizje të ngadaltë, ai uli kokën, duke i prekur faqen dorës së vajzës, sikur të thoshte, "Jam këtu." Lara buzëqeshi lehtë, sytë e saj të zbrazët shkëlqenin nga lotët. Atje, në mes të asgjëkundit, pa askën që të kujdesej për të, ai u shfaq, një kal rruge, i dobët, i harruar, por i shëndetshëm. Pa e ditur se si, Lara i kapi krifën. Dhe kali filloi të ecte. Hap pas hapi. Duke e marrë me vete. Në atë rrugë të harruar në Shqipëri, mes zhurmës së largët të bubullimave dhe aromës së tokës së lagësht, u takuan dy qenie të braktisura. Dhe edhe pa thënë fjalë, ata vendosën, do ta kalonin stuhin. Së bashku. Shiura si një gur. Dhe bota u bë një turbullir e pafundme. Bubullima e parë shpërtheu në qiell si një grusht. Lara ndjeu tokën të dridhej nën këmbët e saj të brishta. Kali gjithashtu kërceu, i trembur, por shpejt e preku përsëri vajzën, duke e mbrojtur me trupin e tij të rëndë. Shiu binte i dendur, i fortë, duke dhembur si një kamzhi. Pluhuri u shndërrua në balë. Rruga u shndërrua në një lumë. Lara ja mbajti krifën aq fort sa i dhemnin gishtat. Por ajo nuk do ta lëshonte. Nuk munda. Mos më lër. Pëshpëriti ai, ndërsa zëri i tij gati sa nuk u zhduk midis pikave. Kali, pa pasur ku të ikte, eci përpara, duke u penguar në balë, duke e tërhequr vajzën tutje. Çdo hap ishte një luftë. Uji po i rrithte në këmbë. Fustani i lagur peshonte si një gur. Frika ishte aq e madhe sa doja të ulesha dhe të qaja derisa të më zhdukej. Por ajo nuk mund ta lëshonte. E dridhur nga të ftohtit dhe frika, Lara e ndoqi. Kali hingëlliti lehtë, sikur po i fliste asaj. Sikur do të thoshte, qëndro, vogëlush. Jam këtu. Era frynte fort, duke ja hedhur flokët kudo. Ajo nuk pa asgjë. Sa po e ndjeva. E ndjeva Kalin, të ngrohtë, të gjallë, rezistent. Në një çast, Kali ndaloi. Dhe me një shtytje të lehtë, ai e nxori nga rruga, duke e çuar në një qoshe midis pemëve të përdredhura. Atje, në një pemë gjysmë të rrëzuar, ata u mblodhen së bashku. Kali uli të gjithë trupin, duke krijuar një mur për të mbrojtur vajzën. Ajo u mbështoll aty, e shtypur pas tij, duke ndjerë zemrën e kafshës t'i rrite fort në vesh. Bum bum. Bum bum. Ata mbetën ashtu, të palvishëm, ndërsa e gjithë bota dukej sikur shembej rreth tyre. Stuhia bërtiti për orë të tëra. Nata ra pa paralajmërim, duke e bërë gjithçka edhe më të frikshme. Lara po dridhej. Uria, të ftohtit, frika, të gjitha të përzjera së bashku.
Je këtu, apo jo? Tha ajo butësisht duke I kaluar dorën mbi qafë. Kali u përgjigj me një pëshertim të ulët, një frymë të nxehtë. Atje, në mes të një stuhje që donte t'i merrte gjithçka, Lara dhe Kali I saj pa emër u mbajtën fort pas njëri tjetrit. Ata nuk kishin shtëpi. Ata nuk kishin askënd. Por ata kishin atë që kishte rëndësi, njëri tjetri. Dhe atë natë të humbur në Shqipëri, ndërsa qielli çante dhimbjen e botës, vajza e verbër dhe Kali I rrugës betoheshin, pa thënë asnjë fjalë se do të luftonin. Për aq kohë sa mund ta duronin. Agimi erdhi I ftohtë, I ndyr, pa ngjyrë. Stuhia kishte ikur, por kishte marrë me vete pothuajse gjithçka. Lara u zgjua me trupin e ngurtë, të rëndë, sikur të kishte gur brenda. Çdo frymëmarrje ishte një luftë. Më dhembi aq shumë barku sa më dukej sikur do të më shyhej. Kali ishte ende aty. Ulur pranë saj, e qetë. Gëzofi I tij ishte I ndotur me baltë, plot me degëza dhe gjethe. Por sytë, sytë e tij shkëlqenin, të gjallë, të ngjitur pas saj. Lara u përpoq të ngrihej. Këmbët nuk ju bindën. U përpoq të telefononte. Zëri doli një pëshpëritje e ngjirur, pa asnjë forcë. Ajo mbështeti ballin në barkun e Kalit. Ngrohtësia e tij ishte e vetmja gjë që kishte ende kuptim. Kali e ndjeu. Dhe me hundën e tij, ai e shtyu ngadalë, sikur të thoshte, zgjohu, vogëlush. Le ta provojmë edhe një herë. Por Lara nuk mundi. I ftohti, uria, lodhja, gjithçka shkatëruese. Duart e saj të vogla u përpoqën ta kapnin përsëri krifën. Por ata ranë, të çaluar, në balë. Kali u bë I shqetësuar. Ai eci para dhe mbrapa, duke hingulluar lehtë, duke parë rrugën e zbrazët. Nuk kishte askush. Vetëm ata të dy, të humbur në mes të asgjëkundit. Pa pritmas, Kali bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë, u gjunjëzua para saj. Me hundën e tij, ai tërhoqi krahun e vajzës. U përpoqa përsëri. Dhe përsëri. Ajo nuk reagoi më. Dëshpërimi I goditi sytë kafshës. Ai hingëlliti me zë të lartë, duke qarë heshtjen, sikur po thërriste ndihmë që ta dëgjonte I gjithë qielli. Asgjë. Vetëm era e ftohtë që fshin rrugën e ndotur. Kështu që Kali bëri të vetmen gjë që mundi, ai I kafshoi lehtë rrobat vajzës, duke e tërhequr nga rrobat me shumë kujdes. Ngadalë, me hapa të shkurtër, ai e çoi përsëri në rrugë. Çdo hap ishte një luftë. Pesha e vajzës, dyshemeja e rëshitshme, frika. Por ai nuk e lëshoi. Ai kaloi kilometra kështu, duke e tërhequr Larën e vogël në mes të botës së zbrazët. Derisa, larg, u shfaq një zhurmë tjetër. Rrotat. Motori. Një kamion I vjetër që kërcet mbi asfaltin e thyrë. Kali u ndal në mes të rrugës, përpara kamionit. Me gjoks të hapur. Si një ushtar. Si një mburoj. Shoferi frenoi fort, gati sa nuk u rrëzua. Ai vrapoi poshtë, duke bërtitur në shib. Ai pa vajzën e rrëzuar, pa Kalin në këmbë të palvizur si një statuj. Dhe ai I kuptoi të gjitha. Pa pasur nevojë për asnjë fjalë. Spitali ishte një vend I çuditshëm, ku tingulli I jetës përzihej me atë të vdekjes. Lara u zgjua me një dhimbje të fortë në kokë. Kishte njerëz që flisnin, zëra të lartë, drita të forta. Por ajo nuk ishte vetëm. Kali ishte aty. Duke qëndruar fort pranë shtratit të saj, shikimi I tij I ngulur mbi të, sikur donte të thoshte, unë të solla këtu. Nuk do të braktis. Ajo u përpoq të lëvizte gishtat, por trupi I saj nuk reagonte. Zëri I tij ishte I thyer, por gjoksi I dhemte nga dëshira për të thënë diçka. Jam këtu. Pëshpëriti ai, por askush nuk e dëgjoi. Kali vazhdoi të shikonte. Ai ishte në spital, në mes të një urgjence, I rrethuar nga infermierë që vraponin nga njëra anë në tjetrën. Por ai nuk lëvizi. Ai qëndroi aty, I palvizshëm, sikur të ishte pjesë e mjedisit. Lara e shikoi me sy të dobët, duke u përpjekur të shihte më shumë nga ç'mundte. Ai ishte ende atje. Me çdo pëshertim që merrte, Kali përkulej pak më afër, duke u përpjekur të kuptonte. Duke u përpjekur të ndjej. Infermierët kaluan pranë tij, të habitura. Ata nuk kishin parë kurrë një kal kaq afër një pacienti. Por ai nuk do të largohej. Ajo lidhje.
Ishte më e fortë se çdo distancë, se çdo spital. Ai, një kal i humbur, pa pronar, pa shtëpi, ishte bërë shpresa e fundit e Larës. Ajo ndjeu dorën e një infermiereje në ball. Ishte vap. Por ai nuk ndihej mirë. Ajo është shumë e dobët. Na duhet më shumë gjak. Dëgjoi infermieren të thoshte në shqip. Kali hingëlliti lehtë, sikur ta kuptonte seriozitetin e situatës. Lara ndjeu një dhimbje në zemër. Nuk ishte dhimbje fizike, por dhimbje që vinte nga brenda. E dija që ishte aty, por nuk mund të qëndronte. Ajo u përpoq të buzëqeshte. Ishte e gjitha që mund të bëja. Ai i mbylli sytë dhe pëshërtiu me atë pak forcë që i kishte mbetur. Kali bëri një hap përpara, madje edhe më afër. Të dua, tha Lara me një përshpëritje mezi të dëgjoshme. Por kush do të dëgjonte? Ai, një kal, kuptonte më shumë se kushto. Frymëmarrja e saj u bë më e cekët. Dhe ajo qëndroi e heshtur me dorën e tij në gjoksin e saj. Ishte e vetmja gjë që ajo ende ndjente. Ajo e dinte që ishte afër largimit. Por gjithashtu e dija që nuk do të isha kur vetëm. Kali, i cili e gjeti vetëm në rrugë, nuk do ta linte deri në fund. Dhe kur erdhi fundi, Kali ishte i vetmi që nuk u largua. Zemra e Larës ndaloi. Ishte e heshtur si fundi i një ëndre. Kali qëndroi i palvizur te dera e dhomës, ku tani pushonte në heshtje të përjetshme. Ai nuk u largua, as kur mjekët u përpoqën ta ringjallnin. Ai nuk u kthye nga ana tjetër, ndërsa infermierët e shikonin me sy të përlotur. Kali, me sytë e ngulur, dukej se kuptonte gjithçka. Por ai nuk kishte fjalë. Vetëm trupi i madh, i cili ju afrua shtratit me një pëshertim të ulët. Dhe ai qëndroi aty i palvizshëm, ndërsa bota ndaloi së rrotulluari për Larën. Lajmi ju dha familjes, e cila ishte larg. Vajzat e Larës mbërritën, por Kali ishte i vetmi që ishte vërtet atje, me të vërtetë. Dhe pastaj, një ditë më vonë, në një mëngjes të ftohtë e gri, Kali u shfaq përsëri, përpara shtëpisë së vogël ku ndodhej trupi i Larës. Ai ishte ai që ju afrua derës së zgjimit, sikur të donte të qëndronte. Familja shikonte pa kuptuar, por askush nuk guxonte të bënte asgjë. Ai qëndroi aty, te dera, si një roje i grimcës së fundit të dashurisë që kishte Lara. Njerëzit kalonin andej duke bërë komentet e tyre, por Kali shikonte vetëm brenda shtëpisë, pa e kthyer shikimin nga vendi. Lulet ishin aty, arkivoli i mbyllur. Por nuk kishte rëndësi. Asgjë nuk kishte rëndësi. Kali dukej sikur thoshte në heshtje se ishte atje, aty ku filloi gjithçka. Aty ku mbeti Lara, por ku gjeti edhe të vetmen dashuri të vërtetë që kishte pasur ndonjëherë. Zgjimi u ndërprej nga një hingëllim e shkurtër, por e fortë. Të gjithë kthyen kokat, të habitur. Kali qëndronte te dera, duke parë me trishtim, duke pritur diçka që nuk do të vinte kurrë. Heshtja u bë edhe më e dendur. Kali dukej sikur po i thoshte Lamtumir, me mënyrën e tij të heshtur të thënit Lamtumir. Dhe para se të mund të thoshte ndonjë fjalë, ai u largua ngadalë. Atë natë, ai u zhduk në errësirë, duke marrë me vete copëzën e fundit të shpresës, dashurisë dhe besnikërisë. Dhe Lara, vajza që nuk pati kur mundësinë të shite dritën, tani ishte në paqe. Por Kali, ai do ta mbante atë dashuri për të në zemër, kudo që të shkonte.